Pavarësisht grevës së njoftuar nga shoqata e kamionistëve të Maqedonisë Veriut për pezullimin e qarkullimit të mallrave drejt disa vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, në pikën doganore të Qefthanës janë regjistruar hyrje të pakta kamionash dhe mjetësh të tjera të transportit të mallrave nga Maqedonia e Veriut. Burime nga dogana bëjnë me di se kamionet e futur kanë kryer procedura doganore në të dy anët e kufirit dhe më pas janë nënshtruar kontrollit përmes skanerit, duke respektuar protokollet në fuqi. Sipas njoftimit të shoqatës së kamionistëve, pezullimi plot i lëvizjes u bë rreth orës 12, moment nga i cili qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rënd drejt dhe nga Maqedonia e Veriut u ndërprem. Kamionistët shprehen se greva lidhet me numërimin e ditëve të qëndrimit në vendet e Bashkimit Evropian, një praktikë që sipas tyre u shkakton penalitete dhe kufizime serioze në ushtrimin e aktivitetit të tyre, pasi koha e lejuar e qëndrimit në territorin e Bashkimit Evropian është e kufizuar. Shoqata thekson se Ministria e Transporteve e Maqedonisë Veriut ka shprehur mbështetje për këtë protestë, ndërsa pritet një reagim zyrtar nga autoritetet Bashkimit Evropian lidhur me kërkesën e kamionistëve. Autoritetet doganore shqiptare po monitorojnë situatën në Qefthanë, ndërsa në orët në vijim pritet kuptohet nëse greva do të ndikojë ndjeshëm në qarkullimin e mallrave dhe furnizimin tregtar.